Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijmë juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta antiqeveritare u zhvillua edhe këtë mbrëmje përpara kryeministrisë, duke shënuar ditën e 56 të radhazit të mobilizimit qytetar. Gjatë ubimit, protestuesit kundërshtuan deklaratat e kryeministrit Edi Rama dhe ritheksuan se nuk do të ndalin protestat deri në largimin e tij nga pushteti. Protesta antiqeveritare u zhvillua edhe këtë mbrëmje pranë godinës së kryeministrisë, duke hyrë në ditën e saj të 56 të radhazi. Qytetarët dhe aktivistët u mblodhën sërish në bulevardin dëshmorët e Kombit, ku përsëritën kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë ubimit, protestuesit ju përgjigjen deklaratave të kryeministrit, i cili në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste një ditë më parë prezantoi platformën Besa, duke folur për një marrëveshje të re mes qeverisë dhe qytetarëve. Në fjalimet e mbajtura, aktivistët akuzuan kryeministrin se po përpiqet të zbusë reagimin qytetar me nisma të reja politike, ndërsa ritheksuan se qëllimi i protestës mbetet i pandryshuar. Sipas tyre, protestuesit nuk kërkojnë premtime apo dokumente të reja, por largimin e Edi Ramës nga drejtimi i qeverisë. Ata kërkuan gjithashtu që pas dorëheqjes të ketë përballje me drejtësinë dhe ngritjen e një qeverie tranzitore, që sipas tyre do të garantonte zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Në përfundim të ubimit, protestuesit zhvilluan marshimin e përnaçëm në rrugët e Tiranës, duke prohuritur parrulla si Ramaik, dorëheqje dhe Shqipëria nuk dorëzohet. Organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo ditë deri në realizimin e kërkesave të tyre, si dhe largimin e kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i qeverisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka shpërfillur kërkesat e qytetarëve që prej javësh protestojnë kundër qeverisë. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha deklaroi se protesta do të vijojë dhe sipas tij do të marrë për masa më të mëdha, ndërsa paralajmëroi përplasje të reja politike edhe për reformën territoriale. Sali Berisha ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit politike dhe protestave të përditshme kundër qeverisë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se nuk ka dëgjuar kërkesat e qytetarëve. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Kreu Demokrat deklaroi se lëvizja qytetare nuk do të ndalet dhe se sipas tij presioni ndaj qeverisë do të rritet në ditët në vijim. Injoroi de facto totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. Kërkesat më themelore të kësaj proteste janë 5 pika, nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Kreu i PD-s u ndal dhe tek reforma territoriale, duke paralajmëruar kundërshtimin politik dhe protestat nëse mazhoranca sipas tij do të vijojë në një proces të njëanshëm. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po kërkon përplasje politike dhe jo dialog për këtë çështje. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votoj në mënyrë të njëanshme dhe të kundërligjshme raportin e Marznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Pra, ai bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për ata, për komunitetet e tyre, për zonën e tyre, të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij. I pyetur edhe për çështjen e ish-zëvendësministres Belinda Balluku dhe hetimet e Spakut, Berisha përsëriti qëndrimin e tij se kjo strukturë nuk synon dhe nuk vepron në mënyrë të pavarur dhe se sipas tij prokurorët që zbatojnë ligjin përballen me presion politik. Nuk preken sepse Spaku është në kontroll të plot të Edi Ramës i dashur tom, sepse Spaku është një seksion i Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Dhe vjedhjet e Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe ministrave të tij ju garantoj se janë miliarda euro. Por në rastin e Ballukut, siç e pat dhe ju, kur një prokuror vendosi të zbatojë ligjin, ai u përball me egërsinë e pakufishme të Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe bandave të tyre, u përball me votën e 83 mandateve të krimit në parlament, kështu që faktikisht Spaku është sot thjesht një organizatë e Partisë Socialiste.
Deklaratat e Berishës vijnë në një kohë kur protesta kundër qeverisë vijon prej 5-6 ditë radhazi në Tiranë, ndërsa mazhoranca ka deklaruar se do të vijojë punën përmes institucioneve dhe reformave të saj. Mes dhimbjes së familjarëve dhe qindra banorëve janë përcjellë për në banesën e fundit Kosta dhe Belere Plaka, viktimat e tragjedisë që tronditën në Roskovecin. Çifti u sulmua me armë nga ish-dhëndri i tyre, i cili më pas mori peng ish-partnerin dhe pas disa orësh negociata me policinë vrau edhe veten. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes. Mes lotëve dhe dhimbjes familjar, të afërm, miq dhe qindra banor të zonës i dhanë këtë të shtun lamtumirën e fundit bashkëshortëve Kosta dhe Belere Plaka, viktimat e tragjedisë që tronditi Roskovecin. Ceremonia mortore u zhvillua në një atmosferë zie, ndërsa banorët e fshatit e cilësuan ngjarjen si një nga më të rëndat që ka përjetuar komuniteti. Tragjedia nisi mëngjesin e së premtes, kur 35 vjeçari Refit, i njohur edhe si Nertil Buzi, shkoi në banesën e ish-partnerit së tij, Rosalinda Plaku, dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj. Nga sulmi humbi jetën në vend Kosta Plaku, ndërsa bashkëshortja e tij Belere Plaka mbeti e plagosur rënd, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve ajo ndoroi jetë disa orë më vonë në spital. Pas krimit, autori mori me forcë ish-partnerin dhe u largua me automjet. Policia ngriti menjëherë pika kontrolli dhe pas disa orësh kërkimesh e lokalizoi në zonën e Kurjanit, ku nisi një operacion i forcave speciale Renea. Gjatë ndërhyrjes e reja u lirua pa dëmtime, ndërsa negociatat me autorin vijuan për rreth 8 orë. Megjithatë, ai refuzoi të dorëzohej dhe rreth orës 16:35 qelloi veten me armën që mbante, duke i dhënë fund jetës. Sipas hetimeve paraprake, motivi i ngjarjes lidhet me mospranimin e ndarjes nga ish-partnerja dhe me një konflikt për një shumë parash që 35 vjeçari pretendonte se ja kishte dhënë asaj gjatë kohës që punonte në Angli. Autoritetet po vijojnë dhe po verifikojnë të gjitha pretendimet, ndërsa bëjnë me dije se autori kishte edhe precedent për sjellje të dhunshme. Në ceremoninë mortore, banorët e zonës shprehen tronditje për ngjarjen, theksuan se askush nuk e kishte menduar se konflikti do të përfundonte në një tragjedi të tillë. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe motiveve të kësaj ngjarje, i cili mori jetën 3 personave dhe la pasoja të rënda për 2 familjet. Një konflikt i mbartur prej kohësh mes Refit Buzit dhe familjes së ish-partnerit së tij Rosalinda Plakës dyshohet se lidhet me një shumë të konsiderueshme parash të fituara gjatë qëndrimit të tij në Britaninë e Madhe. Pas akuzave të ngritura nga familja e autorit, hetimet pritet të zbardhin nëse përplasja financiare ishte një nga shkaqet që çojnë në tragjedinë mes 3 viktimave në Roskovec. Një konflikt i nisur prej kohësh që dyshohet se lidhej me çështje financiare përfundoi në një prej ngjarjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit në Roskovec. Refit Buzi, i njohur dhe si Nertil Buzi, akuzohet se mëngjesin e së premtes shkoi në banesën e familjes së ish-partnerit së tij Rosalinda Plakës, ku qelloi me armë zjarri ndaj prindërve të saj. Nga të shtënat humbi jetën babai i saj Kosta Plaku, ndërsa nëna Belere Plaku ndroi jetë më vonë në spital si pasojë e plagëve të marra. Pas sulmit, 35 vjeçari mori me forcë ish-partnerin dhe u largua nga vendi i ngjarjes. Pas disa orësh negociatash me Renean, e reja u lirua, ndërsa Buzi u mbyll në automjetin e tij dhe refuzoi të dorëzohej. Pas rreth 8 orësh negociata, i dha fund jetës duke u vetvrarë me armën që mbante me vete. Një nga pistat kryesore të hetimit lidhet me një konflikt financiar mes tij dhe familjes së ish-partneres. Prindërit e Refit Buzit kanë deklaruar për mediat se djali i tyre i kishte dërguar Rosalinda Plakës rreth 180.000 pound gjatë kohës që jetonte dhe punonte në Britaninë e Madhe, por sipas tyre, këto para nuk ishin kthyer kur pas së ndarjes së çiftit. Sipas familjarëve të viktimës, përplasja mes çiftit kishte qenë e vazhdueshme. Ata pretendojnë se Buzi kishte ushtruar kërcënime ndaj Rosalindës dhe se në disa raste ishte shoqëruar apo arrestuar nga policia, por më pas ishte lënë sërish i lirë. Në Britaninë e Madhe, Refit Buzi rezulton të ketë qenë i përfshirë në aktivitet kriminal. Sipas të dhënave të bëra publike në vitin 2022, ai ishte marrë peng dhe dhunuar për 12 ditë nga një grup shqiptarësh, të cilët i kërkonin familjes së tij 400.000 pound në këmbim të lirimit. Pas denoncimit nga familjarët e tij, autoritetet shqiptare dhe britanike nisën hetimet, duke çuar në arrestimin e disa personave të dyshuar për pengmarrje
në një strukturë në Britani. Pas kthimit në Shqipëri, sipas familjes së tij, nisën konfliktet për kthimin e parave mes Refit Buzit, ish partnerës së tij dhe familjes Plaka. Ata pretendojnë se nuk u arrit asnjë marrëveshje për zgjidhjen e konfliktit. Megjithatë, këto janë pretendime të ngritura nga familjarët e autorit, ndërsa grupi hetimor vijon punën për të zbardhur motivet e plota të ngjarjes. Dëshmia e Rosalinda Plakës, e cila mbeti e vetme e mbijetuar nga kjo përplasje tragjike, pritet të jetë një nga elementet kryesore për të hedhur dritë mbi atë që ndodhi dhe shkaqet që çuan në humbjen e 3 jetëve. Një konflikt i armatosur i ndodhur në Durrës ka vënë në qendër të hetimeve Denis Tafilin, i shpallur më herët në kërkim nga SPAK në kuadër të operacionit Ura. Në ngjarje është përfshirë edhe një punonjës policie, ndërsa AMP ka nisur veprimet procedurale ku 2 të dyshuarit janë shpallur në kërkim. Një konflikt i shoqëruar me të shtëna me armëzjarri ka ndodhur një ditë më parë në Durrës, ku mes personave të përfshirë rezultonte edhe Denis Tafili, një emër i njohur për drejtësinë dhe i shpadhur në kërkim nga SPAK. Sipas policisë së Durrësit, sherrri nisi për motive të dobta dhe gjatë përplasjes shtetazi Gjuzi u godit me sende të forta. Dyshohet me qytën e një pistolete nga Denis Tafili dhe një 27 vjeçar me inicialet GM, të 2 banues në Shkallnur. Pas ngjarjes ata u larguan me automjet, ndërsa pavarësisht postobllojsheve të ngritura nga policia, ende nuk janë lokalizuar. Në këtë konflikt është përfshirë dhe një punonjës policie. Inspektori me inicialet LG, i cili është shoqëruar dhe ndaj tij ka nisur veprimet procedurale nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për të sqaruar rolin që ka patur në ngjarje. Burimet pranë hetimeve bëjnë me dije se Denis Tafili dyshohet të ketë ndërhyrë në konflikt në mbështetje të efektivit të policisë, çka po verifikohet nga grupi hetimor. Emri i Tafilit është i njohur për organet e drejtësisë. Në muajin maj të këtij viti, prokuroria e posaçme mbylli hetimet ndaj grupit kriminal të Elvis Doçit, ku Tafili akuzohet si pjesë e organizatës kriminale të goditur në operacionin ndërkombëtar Ura, të zhvilluar në bashkëpunim me autoritetet italiane. Në atë operacion u proceduan 24 persona për trafik ndërkombëtar kokaine, grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Gjatë aksionit u sekuestruan rreth 4 milion euro cash dhe pasuri me vlerën rreth 12 milion euro, ndërsa u vendos sekuestro mbi kompani ndërtimi, restorante, një agjenci imobiliare, një televizion lokal dhe 10 prona e llogari bankare në Shqipëri dhe Itali. Ndërkohë, hetimi për konfliktin e ndodhur në Durrës vijon, ndërsa policia është në kërkim të Denis Tafilit dhe 27 vjeçari tjetër të përfshirë në ngjarje. Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Siguria, duke goditur një rast të armbajtjes pa leje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Gjatë aksionit u arrestuan 3 persona, ndërsa u sekuestruan armë zjarri, municion dhe lëndë narkotike. 3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Shkodrës gjatë operacionit të koduar Siguria, i zhvilluar për goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Aksioni organizuar nga forcat e posaçme Shqiponja në bashkëpunim me strukturat e tjera të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative se në një lokal në lagjën Vasil Shantu ushtrohej aktiviteti palishëm. Gjatë kontrollit në ambientet e lokalit, efektivët arrestuan pronarin e subjektit, një 42 vjeçar, të cilën i gjetën dhe i sekuestruan një armë zjarri, pistolet dhe municion luftarak si dhe një dosë kokain. Në pranga përfunduan edhe 2 18 vjeçar që ndodheshin në lokal, të cilët akuzohen për vepra penale mos kallëzimi krimit. Njëri prej tyre u gjet gjithashtu një cigar i dyshuar me lëndë narkotike kanabis. Armët, municioni dhe lëndët narkotike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë, e cila vijon hetimet për zbardhjen e plotë të aktivitetit palishëm dhe përgjegjësive të secilës prej të arrestuarve. Raporti i gjendjes së mjedisit 2025 evidenton se 2 qytetet më të mëdha industriale dhe urbane të vendit vijojnë të përballen me nivele shqetësuese të ndotjes së ajrit. Elbasani kryeson listën me tejkalimin më të lartë të grimcave PM10, ndërsa Tirana përballet me ndotje të shkaktuar kryesisht nga trafiku i rënduar dhe nivele të larta të zhurmës.
Tirana dhe Elbasani vijojnë të përballen me nivelet më të larta të ndotjes së ajrit në vend. Të dhënat e raportit të gjendjes së mjedisit 2025, të hartuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, tregojnë se në këto dy qytete janë regjistruar tejkalime të normave të lejuara për grimca të imta PM10, të cilat konsiderohen ndërndotësit me ndikim të drejt në shëndetin e qytetarëve. Sipas raportit, situata më problematike paraqitet në Elbasan, ku niveli mesatar vjetor PM10 ka kaluar në rreth 49%, kufirin e përcaktuar. Ky qytet rezulton gjithashtu i vetmi në Shqipëri, ku është e kaluar dhe norma vjetore për dioksidin e azotit, duke shënuar një përkeqësim në raportin me matjet e mëparshme. Edhe kryeqyteti vijon të ketë probleme serioze në cilësinë e ajrit. Në zonën e monitorimit Tirana Higjena, përqendrimi i grimcave PM10 ka qenë rreth 44% mbi kufirin e lejuar, ndërsa gjatë viteve janë regjistruar 10 ditë me nivele mbi normën ditore. Ekspertët e lidhin ndotjen kryesisht me trafikun e rënduar urban, ndërsa në rastin e Elbasanit ndikim shteska dhe aktiviteti industrial. Krahas ndotjes së ajrit, Tirana rezulton edhe qyteti me nivel më të lartë të zhurmës, me tejkalim të kufive të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në të gjitha pikat e monitoruara. Nga ana tjetër, shumica e qytetarëve të tjerë të vendit kanë ruajtur nivele më të ulta ndotjeje pa tejkalime të rëndësishme për disa prej treguesve kryesor të cilësisë së ajrit. Raporti i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit evidenton se pavarësisht disa përmirësimeve të vërejtura në krahasim me vitet e kaluara, Tirana dhe Elbasani mbeten zonat më të prekura nga ndotja atmosferike në Shqipëri, ku trafiku në aktivitetin ekonomik vijon të jetë në faktorët kryesor që ndikojnë në cilësinë e ajrit. 3 prej thesareve më të rëndësishme kulturore të Shqipërisë kanë marrë vlerësim pozitiv nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për ruajtjen dhe menaxhimin e tyre. Në sesionin e 48 që po zhvillohet në Busan të Koresë së Jugut, ekspertët vlerësuan përparimin e bërë për Butrintin, Beratin dhe Gjirokastrën, duke nënvizuar rëndësinë e mbrojtjes së autoritetit, zbatimin e planeve të menaxhimit dhe bashkëpunimit institucional për ruajtjen afatgjatë të këtyre pasurive. 3 prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare kanë marrë vlerësim pozitiv nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Në sesionin e 48 të këtij komiteti, që po zhvillohet në Busan të Koresë së Jugut, janë shqyrtuar raporte periodike për gjendjen e ruajtjes dhe menaxhimit të siteve të përfshira në listën e trashëgimisë botërore. Gjatë diskutimeve, komiteti vlerësoi përparimin e bërë nga Shqipëria në administrimin dhe mbrojtjen e Butrintit, Beratit dhe Gjirokastrës, duke theksuar rëndësinë e masave të ndërmarrura për konservimin e tyre dhe ruajtjen e vlerave historike e kulturore. Përfaqësuesit shqiptar prezantuan punën e kryer për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e këtyre zonave, duke u ndalur te zbatimi i planeve të menaxhimit, ruajtja e autenticitetit të monumenteve dhe koordinimin mes institucioneve përgjegjëse. Në vlerësimin e tij, UNESCO kërkoi vijimin e projekteve për një menaxhim të qëndrueshëm të këtyre pasurive, me qëllim garantimin e mbrojtjes së tyre për brezat e ardhshëm. Butrinti, një nga sitat më të rëndësishme arkeologjike të Mesdheut, është pjesë e listës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s për vitit 1992, ndërsa qendra historike Beratit dhe Gjirokastrës ju bashkua kësaj liste në vitin 2005 për vlerat e tyre të veçanta, arkitekturore dhe historike. Vlerësimi i UNESCO-s vjen në një konfirmim i rëndësisë së këtyre pasurive kulturore, të cilat përfaqësojnë jo vetëm historinë shqiptare, por edhe një pjesë të trashëgimisë së përbashkët botërore. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 26 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatorëve të pasdites, të relievet malore lindore do të ketë vranësira të lehta kalimtare për pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditia vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 38 gradë. Gjatë ditës priten 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9,
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 38 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 34 gradë Celsius. Peshkopi 18 deri në 32 gradë Celsius. Tiranë 24 deri në 37 gradë. Durrës 25 deri në 34 gradë. Kavaj 24 deri në 34 gradë. Elbasan 23 deri në 37 gradë. Berat 23 deri në 38 gradë. Korçë 17 deri në 30 gradë. Vlorë 25 deri në 33 gradë. Gjirokastër 19 deri në 31 gradë. Sarandë 25 deri në 33 gradë. Territori i Kosovës për datën 26 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore priten vranësira kalimtare por pa reshje domethënëse. Praditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja jon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 33 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:15 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 16 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 31 gradë. Skënderaj 16 deri në 32 gradë. Pej 16 deri në 32 gradë. Prishtinë 16 deri në 32 gradë. Gjakov 17 deri në 33 gradë. Malishev 17 deri në 33 gradë. Gjilan 16 deri në 32 gradë. Ferizaj 16 deri në 32 gradë. Kaçanik 15 deri në 31 gradë. Suharek 17 deri në 33 gradë. Prizren 17 deri në 33 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.